Goca dhe gra ka nisur sezonin e ri këtë të martë. Në krye të panelit do të jetë përsëri Rudina Dembacaj, ndërsa do të shoqërohet nga Orin e Bijaj, Rozana Radi, Ema Andrea dhe Sherina Spahiu. Ajo që u përfol si një përballje mes Rozana Radit dhe Gerta Gixharit në panelin e Goca dhe gra duket se nuk ndodhi. Madje Rozana zëvendësoi Gertën duke ulur pikërisht në vendin ku qëndroi ajo një sezon më parë. Dhe për këtë Gerta postoi një video të saj në Instagram ku qartësisht fjalët i drejtoheshin Rozanës. Pasi dështoi në ëndrat me diell të hapur, shoh që sot e ecën në gjurmët e mia. Unë kërcej dhe vetëm qesh, shkruan Gerta Gixhari. Ndërsa një tjetër reagim ka ardhur nga aktoria Eglaceno, e cila përmes një postimi në Insta Story ka sqaruar një herë mirë se pse nuk është pjesë e panelit të Goca dhe gra këtë sezon. Aktoria ka hedhur poshtë të gjithë zërat për hatërmbetje me saj dhe autorëve të programit. Më keni shkruar shumë pse nuk je në Goca dhe gra. Nuk jam sepse ciklet fillojnë edhe mbarojnë. Nuk jam zënë me njeri, nuk kam ikur, nuk më kanë hequr. Përkundërzi, uroj shumë sukses e panelit, gjysma më pëlqen, gjysma tjetër më pak, se kush janë tani gjejve. Unë ndërkohë jam këtu. Dhe në datën 9 kam premierën e shfaqjes Babaj,